Është përkujtuar sot në fshatin Ravonik të Korçës 80 vjetori i rënies së dëshmorit Stavri Toçi dhe dëshmorët e tjerë të këtij fshati, të cilët kanë dhënë jetën për çlirimin e vendit në nëntor të vitit 1943. Ka qenë organizata e familjeve të dëshmorëve në këtë fshat, e cila ka organizuar një aktivitet duke përfshirë edhe nxënësit e shkollës 9 vjeçare të Ravonikut, e cila mban emrin e dëshmorit Stavri Toçi. Ai ka qenë i përfshirë në lëvizjen për mobilizimin e të rinjve për shtimin e radhëve të ushtrisë nacional çlirimtare, ndërsa është kapur nga gjermanët gjatë një aksioni për dërgimin e ilaçeve në Voskopoj. Në një aksion të veçantë, kur shkonte për të shpënë ilaçet në Voskopoj, në spitalin Partizan, aty kapet nga kolona gjermane dhe shoqërohet për në Voskop, bashkë me bashkëluftarin e tij Ali Çota. Aty më 12 nëntor të vitit 43 i pushkatojnë. Në aktivitet kanë qenë të pranishëm veteran, familje të dëshmorëve si dhe autoritete lokale. Pas fjalës së rastit nga përfaqësues të veteranëve, nxënësit prezantuan jetën dhe veprimtarinë e dëshmorit Stavri Toçi, ndërsa përcollën për të pranishmit edhe një program artistik me këngë e recitime.